Përshëndetje Arbëri dhe Drini, përralla për sot titullohet Ndihmësit e Kapucarit. Na ishte njëherë një kapucar që ishte punëtor i madh. Punonte nga mëngjesi deri në mbrëmje. Megjithëse punonte shumë, prapë nuk arrinte të mblidhte lek. Mund të fitonte ndonjë grosh aty këtu. Kishte ditë që nuk fitonte fare. Një mbrëmje i tha të shoqet: "Sot nuk kam fituar asnjë grosh. Më ka mbetur aty asnjë copë lëkurë që të mund të bëj këpucë të reja edhe t'i shes." Dy xhuxhmaxhuxh të vegjël dëgjuan bisedën e kapucarit me të shoqet dhe vendosën që ta ndihmonin kapucarin. Futen nga një vrim poshtë derës dhe aty në tokë pan disa copa të vogla lëkure të cilat kishin mbetur kapucarit. Mirëpo xhuxhmaxhuxhët ishin të shkafët dhe duarartë, dhe ato arritën të qepnin gjatë gjithë natës një palë këpucë të reja fringo me copëzat e lëkurës që kishin tepruar. Kur vjen në mëngjes kapucari, nuk po i besonte dot syve kur pa një palë këpucë të reja fringo. Dhe njëherë i vendosi mbi banak. Sa i vendosi aty erdhi një blerës dhe ja bleu. Me lekët që fitoi nga shitja e këpucëve që i kishin bërë xhuxhmaxhuxhët, ai bleu një copë të madhe lëkure dhe filloi gjithë gëzim të qepte këpucë. Në mbrëmje kishte bërë 2 palë të reja. Gjithë gëzim i thotë shoqes: "Sot për fat arrita që të shes një palë këpucë." Kishte tepruar edhe pak nga lëkura që kishte blerë në mëngjes kapucari dhe dy xhuxhmaxhuxhët përsëri në mbrëmje futën në vrimën poshtë derës dhe qepin gjatë gjithë natës disa palë këpucë, sepse kishte lëkurë. Kur ngret në mëngjes kapucari, shikon që dyqani kishte disa palë këpucë dhe vinin klientë të ndryshëm, këpucë për gra, këpucë për burra, këpucë për fëmijë. Kështu që kapucari jon i shiti ato, mblodhi më shumë lek dhe bleu lëkurë me ngjyra të ndryshme dhe me forma të ndryshme. Të nesërmen, ai pa që xhuxhmaxhuxhët kishin qepur gjitha ato palë këpucë të ndryshme. Kështu dita me ditë, dyqani i kapucarit u mbush plot e përplot me këpucë nga më të ndryshmet për të gjitha moshat, për fëmijë, për burra e për gra, të gjitha ngjyrat dhe për të gjitha sebepet. Më në fund, kapucari i thotë të shoqet: "Më duket se jo vetëm që ja hodhëm varfërisë, po tani jemi të pasur. Dita me ditë unë po mbledh florin dhe po i mbush arkën e shtëpisë." Xhuxhmaxhuxhët e dëgjuan këtë dhe të lumtur që kishin arritur ta ndihmonin kapucarin, vendosën që të shkonin diku tjetër, aty ku kishte nevojë.